Faton Pece ka hup 2-3 debate. Blerim, po. U tregu jo i përgatitur dhe u tregu pak arrogant. Qështu u flet kjo dhe Mitrovic. Apo kupton, jo, nuk ka lidhje kjo me Albin Kurtin, kurrë. Kjo s'ka lidhje me Albin Kurtin. Arjan Tahiri ka mujtë edhe Albin Kurtin Mitrovic, jo Faton Peci. Se unë jam i bindur ti Mitrovic mund me gjithë shënjerës që e përkrojnë Albin Kurtin. Që pe presim 9:40 dali rezultatet, çfarë shkave flasun 9:40. Unë jam i bindur që gjena plot njerëz Mitrovic që sot e kanë votuar Arjan Tahirin, po shumë ju ka pëlqyer Albin Kurti, jo vetëm për veri, po edhe për ura që i ka bërë. Mirë, ç'as po lidhemi në exit poll. Tash dalë rezultatet i diskutojmë më vonë. Njerëzit votojnë ndryshën zgjedhje lokale. Nëse kemi një përmbyllje, jemi duke i parë këto pamje. Përndryshe i ftoj ekipet e televizionit natyrisht të jenë vigjilente dhe të sjellin pamjet të festave eventualisht nga komuna të ndryshme në qendra të ndryshme. Po le bëjmë një shkputje të vogël. Faton besoj kjo të ndihmon edhe ty për ta bërë një analizë më të plotë dhe më shumë kolor. Kur shkojmë në studion tjetër me Shqipja na thotë se çfarë kanë thënë sondazhet edhe exit pollet e njerëzve tjetër spal, ama këto e bën si një renditje blitz edhe e bëjmë një lloj komparacioni, natyrisht kemi drejt të ndërhyjmë Shqipës edhe ta pyesim konkretisht eventualisht nëse kemi diçka nga kjo studio. Shqipe, si janë sondazhet, çfarë thon organizatat të cilat janë marrë me exit pollet sot? Po kushtrim, po i nisim së pari me UBO Consulting, pra sipas tyre rezultateve Prishtina del në balotazh, pra kjo është radhitja në Prishtinë, përparim Rama 34.3%, Hajrullah Çeku 32.1% dhe Urani Ismaili në fakt e kemi 28.9%, ndërkaq nëse kalojmë te kandidatet e tjerë kemi Beg Berisha me 2.8% dhe Besa Shahini me 1.7%. Shkojmë në Prizren dhe Prizreni sipas UBO Consulting, pra del me balotazh. Kësaj radhe e kemi mes Totaj dhe Abrashit, kështu që Totaj ka marrë 43.3% sipas UBO Consulting, ndërkaq Artan Abrashi 30.4%, Driton Selmana 11.1% dhe Zafir Berisha 4.2%. Ndërkaq tani do të shkojmë në Mitrovic, sipas rezultateve në Mitrovic, Arjan Tahiri i PDK-s ka marrë 55%, ndërkaq Faton Peci ka marrë 39.7%. Dhe Grizim Plakolli i LDK-s ka marrë 4.4%. Mitrovica edhe njerë, më falë se së të dëgjova? Kemi pra Arjan Tahiri i PDK-s ka marrë 55%. Faton Peci 39.7%. Sipas exit pollit. Okej, po, sipas exit pollit. Exit pollit, po, shkojmë te tjetra. Po shkojmë në Podujev. Pra në Podujev Shpejtim Bulliqi me 51.6% sipas exit pollit, Ekrem Hyseni i LDK-s me 37.8%, Isak Shabani i PDK-s me 9.9% dhe Bagifeta me 0.7%. Pra, nga kjo po kalojmë edhe në Fushë Kosovë që t'i japim pra... Podujeva ishte pa balotazh, apo? Po, prina Shpejtim... 51 në raport me 51.6, pra Shpejtim Bulliqi dhe Ekrem Hyseni 37.8%. U kry, tjetër? Tjetër, e kemi Fushë Kosovën në balotazh, e kemi Valon Prebreza me 39.7%, Besnik Osmani me 37.9% dhe Rahim Tërnava me 21.2%. Pra dhe Fushë Kosovën e kemi me balotazh. Me balotazh, por që e kthen rezultatin Prebreza. Po, pikërisht. Ndërkaq nëse shkojmë në komunë tjetër pranë Gjakov, sipas të dhënave Ardian Xhini prin me 47.2% të votave, duke lënë pas kandidatin e lëvizjes vetëvendosi Ardian Golen me 31.3%. Në vendimin e tretë pra renditet kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shefshet Çeu me 10.5%. Pra këto janë të dhënat për komunën e Gjakovës. Okej, këto e vetëm UBO, apo? UBO Consulting, po, patjetër. Consulting, çka tjetër ka përpos UBO-s? E kemi edhe, pastaj do t'i paraqesim në vazhdimsi, do t'i paraqesim edhe sondazhet e të tjerave, do të bëjmë një krahasim. Po prandaj deshëm të shkojmë më shpejt që ta bëjmë atë krahasimin, si e nxjerr njëra, si e nxjerr tjetra. Po, pikërisht. Shkot e tjera, vazhdo Shqipe me një shpejtësi pak më të madhe, me tretën shko. Shkojmë në Suarek, pra e kemi në komunën e Suarekës del që do të ketë balotazh në fakt mes Balima Remajt dhe Ardian Shalës PDK-s. Pra këto i kemi fillimisht të UBO Consulting, me çfarë rezultati? Këto i kemi rezultatet, nuk i kemi në fakt ky exit poll, nuk i kemi të qartësuara tek Suareka. Te Suareka jo? Jo, nuk i kemi të qartësuar. Okej. Tjetri exit poll ç'a thot?
Tjetër exit poll tek Ubo Consulting nuk është që kemi njëherë, ndërka që më pas do të risjellim sondazhet e tjera të exit polleve të tjera që janë realizuar deri tani për të bërë një krahasim. Por fillimisht prap